социјалистичко движење интеграција и низиниот досегашен лидер и сегашен председател на Албанија Илир Мета се еден гарант дека утре ние македонците во Албанија ќе бидеме застапени во сите албански институции. Ние како Македонска алијанса се одлучивме едногласно да настапиме нови парламентарни избори социјалистичко движење за интеграција. Ние како македонци во Албанија сме лојални граѓани на Албанија. И секогаш како Македонска алијанса, ние секогаш сме биле лојални, сме застапувале за интеграција, за европска интеграција на Албанија и заедно со албанските демократи, политичари, како што се Илир Мета, како што е министерот Едмон Панарити, ние сакаме да интегрираме Албанија во Европска унија и да бидеме равноправни, не како граѓани од втор ред. И затоа е ова коалиција помеѓу Македонска алијанса и социјалистичко движење за интеграција. Për mua është një nder i veçantë, një privilegj që ndodha në këtë komunitet të jashtëzakonshëm fantastik, në këtë vend të mrekullueshëm, të bukur, të bekuar nga Perëndia. Dhe jam shumë i lumtur sepse ne jemi, si thua, farkëtarët e një marrëveshje historike. Është vërtet një hap historik që një parti shqiptare dhe një parti maqedonase krijojnë një aleancë solide në një sintoni të plot vizioni, programi, objektive. Dhe ky është një shembull që i shërben gjithë rajonit. Është një hap i jashtëzakonshëm, me një vlerë të jashtëzakonshme dhe do kujtohet për kohë gjatë. Prandaj unë jam shumë krenar që jemi këtu në këtë aleancë me objektiva, me qëllime të përbashkëta, për të krijuar një sintoni të plot veprimi dhe mendimi për të bërë më të mirën për këtë komunitet të mrekullueshëm dhe për të gjithë komunitetin Maqedonas në Shqipëri dhe aq më tepër për të shërbyer edhe si një vektor të një bashkëpunimi të suksesshëm dhe të frytshëm midis dy shteteve, shtetit Maqedonas dhe shtetit shqiptar. Ku ka shembull më të mirë se sa kjo aleancë? Prandaj jam shumë i lumtur që jemi këtu për t'i dhënë rrugë një bashkëpunimi i cili do të jetë afatgjatë, i qëndrueshëm dhe do të jap shumë rezultat. Ju garantoj që komuniteti i Maqedonas do të ketë përfaqësimin e tij në të gjithë piramidën e shtetit shqiptar. Duke filluar që nga presidenta e Republikës, zoti Ilir Meta e shpalli atë që pjesë e stafit të presidencës në pjesë e stafit të presidencës do të jetë përfaqësues nga komuniteti juaj, që në presidencë. Dhe kjo do të zbresë poshtë në kryeministri, ministri, dikastere, pushtet qendror, pushtet lokale. Dhe në këtë mes ne shohim këtë dhe si një investim për interesat e kombit shqiptar, jo thjesht të kombit Maqedonas, pasi kjo shërben frymës kohezionit, bashkëpunimit dhe zhvillimit. Të shohim përpara. Вие сте лојални граѓани на оваа држава, вие тука го наоѓате својата екзистенција, тука се борите за својот живот, меѓутоа не заборавајте никош дека сте македонци. И овој пат, мислам дека сте прв пат во сите досегашни изборни циклуси на правата страна. Јас ги познавам сите албански лидери на времето, сега има доста млади, не ги знам, меѓутоа Илир Мета е еден од тие повозрастните и можам да ви кажам дека ако некој од албанските лидери беше човек од збор на кој може да му се верува, беше Илир Мета. Уверен сум дека вашите гласови дадени за
вашата коалиција сегашна со Илир Мета ќе ви ги решат проблемите. Илир Мета е човек како ви вети, тој ќе го направи тоа. Се со цел за да македонскиот народ да биде застапен во сите структури на албанската држава на централно и локално ниво. Ja,